Një vrasje e kryer 17 vite më parë në kryeqytetin grek Athinë ka sjellë identifikimin dhe marrjen të pandehur të dy personave që strehoshin në Shqipëri. Armando Tarushlari dhe Gzim Latja janë marrë të pandehur nga prokuroria e Korçës, pasi hetimet e zhvilluara ndaj tyre kanë provuar implikimin e dy personave në vrasjen me dashje të Arjan Xhambazit në Greqi. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mes natën e 6 dhjetorit 2008 dhe pas kryerjes së krimit dy personat janë larguar nga territori grek duke gjetur strehim në Shqipëri. Siç raporton gazetari Elton Qyno, ekzekutimi i Xhambazit është regjistruar në Lulishten Karamanlikipseri në Athinë, pasi shkak ka qenë një konflikt i krijuar mes çiftit bashkëshortëve Elvira dhe Flamur Demiri. Për shkak të dhunës së ushtruar nga Flamur Demiri, Elvira ishte larguar nga banesa e tij dhe kishte gjetur strehim tek shtëpia e shoqes së saj Merita Hima. Flamuri ka shkuar në banesën e Ritës për të marrë gruan, por ajo s'ka planuar të dalë nga shtëpia pasi ai ishte i dehur duke u ndrojtur një dhunimi fizik. Gjithçka ka ndodhur për shkak të një konflikti brenda familjes që më pas u shoqëruan në përleshje mes dy grupeve, të cilat kanë përdorur thika sende të forta e pirunj. Nga konflikti i dhunshëm ka mbetur i vdekur nga goditet me thik Arjan Xhambazi, ka psuar dëmtim serioz Flamur Demiri dhe është dëmtuar lehtë në dorë Ibrahim Demiri. Për vite me radhë, dy autorët e krimit, Tarushlari dhe Latja, kanë qëndruar në liri, por në muajin maj 2024 ata u arrestuan pas një vendimi të lëshuar nga gjykata e Korçës dhe tashmë pritet të nënshtrohen procesit gjyqësor. Për hetimin e kësaj vrasje, prokurorisë së Korçës i është dashur të kërkojë akte hetimore nga prokuroria e Athinës, e cila vuri në dispozicion veprimet hetimore që ka kryer policia për këtë ngjarje të rëndë. Në Greqi rezulton të jetë arrestuar dhe dënuar me 3 vite e 6 muaj burg për plagosje në trup shtetasi shqiptar Edmond Qershia, ndërsa tashmë në Shqipëri dy personat e tjerë, Armando Tarushlari dhe Gzim Latja, pritet të nënshtrohen gjykimit për akuzën e vrasjes me dashje ndaj Arjan Xhambazit.